Përshëndetje nxënës të dashur, jam mësuesja Fehime Tahiri, mësimdhënëse pranë shkollës fillore Fanoli, fshati Trebosh, komuna e Zhelinës. Për sot, do të zhvillojmë një njësi mësimore në lëndën e artit figurativ. Me temë, veprimet artistike të vizatuarit, përzierja e ngjyrave, vizatim sipas mendimit personal me tempera. Së pari do të tregojmë qëllimet e orës mësimore. Nxënësi duhet të fitojë shprehi për mbajtje të drejtë të trupit gjatë vizatimit. Ti njohë dhe emërtojë shtresat dhe materialet për vizatim. Të bëjë dhe të motivohet të përdorë mjetet dhe materialet për vizatim. Të identifikojë ngjyrat bazë, të njohë ngjyrat kryesore dhe të njëjtat të zbatoj për të fituar ngjyrat sekondare. Tani do të tregojmë se çka është vizatimi. Vizatimi është një veprim gjatë të cilit me anë të tërheqjes së vizave në një hapësirë bëhet paraqitja e pasqyrimit të figurave, pamjeve. Vizatimi paraqitet në letër me anë të lapsit, bojërave ose me penë. Në këtë vizatim është e paraqitur stina e pranverës dhe është ngjyrosur me ngjyra të ngrohta. Natyra është e pasuruar me ngjyra të lloj-llojshme. Gjithçka që shohim është me ngjyra. Ngjyrat mund të jenë disa më të ndritshme e disa më të errëta. Ato ngjyrosin gjësendet, veshmbathjen, ushqimin, shenjat e komunikimit e çdo gjë tjetër. Në pikturën e parë kemi pemë të pikturuara me ngjyra të errëta dhe të hapura. Në pikturën e dytë është natyra e pikturuar me ngjyra pak më të hapura dhe në pikturën e tretë kemi natyrën të ngjyrosur me ngjyra pak më të errëta. Ngjyrat i ndajmë në ato primare, kryesore dhe sekondare. Të shohim se cilat janë ngjyrat primare. Ngjyrat primare janë ngjyra e kuqe, ngjyra e verdhë dhe ngjyra e kaltërt. Me përzierjen e këtyre ngjyrave primare fitojmë ngjyrat sekondare. Ngjyrat sekondare ose të përfituara janë: me përzierjen e ngjyrës së kaltër dhe të verdhë fitohet ngjyra e gjelbërt. Me përzierjen e ngjyrës së verdhë dhe të kuqe fitohet ngjyra e portokalltë. Me përzierjen e ngjyrës së kuqe dhe të kaltërt fitohet ngjyra vjollcë. Pra ngjyrat sekondare janë e gjelbërt, portokallë dhe ngjyra vjollcë. Në këtë pikturë, pra, është e paraqitur dhelpra dhe rrethina e saj, të cilat janë të pikturuara me ngjyrat primare dhe sekondare. Në slajdin e radhës kam paraqitur vizatim të thjeshtë, pra për stinën e vjeshtës, të punuar për nxënësit, ku tek njëri është i vizatuar vetëm me laps, pra në vizatimin e parë, kurse tek vizatimi i dytë është e njëjta, e ngjyrosur me ngjyra të ndryshme. Kam përdorur ngjyrat primare dhe nga ato ngjyra primare kam fituar edhe ngjyrat sekondare. Faleminderit për vëmendje.